Kryeinspektori Dashamir Sule u ka kërkuar të gjithë inspektoriateve në vend që të rrisin vigjilencën dhe praninë në terren gjatë sezonit turistik. Sipas tij, fluksi i lartë i vizitorëve në zonat turistike kërkon monitorim të vazhdueshëm dhe reagim të shpejtë ndaj çdo problematike që mund të konstatohet. Sule theksoi se bashkëpunimi mes institucioneve dhe kontrollet e rregullta janë thelbësore për garantimin e sigurisë, respektimin e standardeve dhe mbrojtjen e interesave të qytetarëve dhe turistëve. Sule bëri të ditur se duke u nisur nga javët e ardhshme, do të vihet në funksion një platformë e re për informimin dhe raportimin në kohë reale nga terreni. Platforma do të mundsojë shkëmbimin e menjëhershëm të informacionit me struktura inspektuese, duke rritur efikasitetin e kontrolleve dhe koordinimin institucional. Takimi sotëm ka të bëjë me një rasti jashtëzakonisht të veçantë në kuadrin e takimeve që po realizohen në të gjithë qarqet e Shqipërisë për sa përket inspektorateve rajonale, duke patur parasysh IKMT-n, AKU-n, ISHTIN në shumë inspektorate të tjera, të cilët përbëjnë inspektoratet rajonale dhe qëllimi pranisë time këtu është që të përcjell një mesazh në drejtim të gjithë inspektorateve drejt tek inspektori i fundit që do duhet të jenë korrekt në zbatimin e ligjit, do duhet që të përmbushin detyrën me standardet më maksimale, me qëllimin e vetëm që inspektimi mos jetë thjesht një inspektim rutin për atë caktuara, apo një inspektim abuzues, apo një inspektim të shkelit të ligjit nga ana e inspektorëve për trupës inspektimit, por do duhet që të jetë një inspektim me standarde, një inspektim korrekt. Në këtë kuadër, një rol të rëndësishëm do të ketë autoriteti kombëtar i ushqimit të AKU, i cili gjatë sezonit veror intensifikon kontrollet në subjekte që tregojnë dhe proponojnë produkte ushqimore. Qëllimi është garantimi i sigurisë ushqimore, respektimi i kushteve higjieno-sanitare dhe mbrojtja e shëndetit e konsumatorëve në zonat me fluks të lartë turistësh. AKU-ja, si të gjithë inspektoratet e tjera, do të jetë vigjilente në gatishmëri të plotë për të bërë të mundur çdo parandalim të abuzimit të subjekteve me pakicë apo shumicë apo të komplekse të caktuara të cilët dihet që ka subjekte të cilët abuzojnë dhe që shkelin ligjin. Por kjo s'do të thotë absolutisht që pjesa më e mirë dhe më e madhe e subjekteve dhe operatorëve turistik dhe po themi komplekse turistike të cilët janë korrekt me ligjin, të cilët zbatojnë ligjin, por përsëri them, në të rregjë vëmendjen do duhet të ketë gatishmëri të plotë, por shumë të plotë, dhe po ju them dhe po ju garantoj që do ketë një monitorim 24 orësh. Dhe detyra e inspektorit të përgjithshëm, e inspektoratit të përgjithshëm është koordinimi, mbikëqyrja dhe monitorimi i të gjithë situatës në terren. Këto deklarata Sule i bëri gjatë një takimi me 6 inspektoriate që operojnë në qytetin e Durrësit, të cilët kanë rol të drejtë për drejtë në mbarvajtjen e sezonit turistik veror.